Zyra ka përgatitur rekomandimin për certifikimin e kandidatëve dhe subjekteve politike që janë certifikuar për zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës Kosovës. Dokumentin e keni pasur edhe përmes emailit, po filloj rekomandimin për secilin subjekt politik në çeveç. Subjekti politik i certifikuar ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 110 kandidatë. Lista e kandidatëve është verifikuar sipas dispozitave ligjore të përcaktuara në paragrafin 2 të legit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara të planuara nga institucionet, rezulton se asnjë kandidat nuk vjen ndesh me dispozitat e përcaktuara në ligjin 30. Lidhur me këtë, zyra për regjistrimin, certifikimin dhe kontrollin financiar subjekteve politike në KQZ i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 110 kandidatë të subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës, listë LDK. Faleminderit doktor. A ka dikush diçka lidhur me këtë rekomandim? Përgjithsisht projekti çdo dokumente na nuk kemi lista kandidatëve është në platformë, apo si lista kandidatëve është e keni pas përmes emailit edhe keni në platformë. Po, ideja është që unë vetëm ja shtypa rekomandimin, formatin Word që me pas ma ketë ju me lexu këto në hardcopy dokument. Po listën e kandidatëve keni pas edhe në email nam edhe besoj që është në platformë. Edhe në platformë është. Dikush diçka tjetër lidhur me këtë rekomandim? Nëse s'ka, hedh në votim kush është për. Terminim dhe vota për. Aprovohet, certifikohet lista e kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vazhdojmë doktor. Partia Demokratike e Kosovës, bashkë subjekti politik i certifikuar ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 110 kandidatë. Lista e kandidatëve është dërguar për verifikim sipas paragrafit 1-2 të legit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara të pranuara nga institucionet, rezulton se asnjë kandidat nuk vjen ndesh me dispozitat e përcaktuara në ligjin 30. Ata lidhur me këtë zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë 110 kandidatë të subjektit politik Partia Demokratike e Kosovës, listë PDK. Faleminderit doktor. A ka dikush diçka? Nëse jo, hedh votim kush është për. Vota për, certifikohet lista e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës. Subjekti radhës është Srpska Lista. Subjekti politik i certifikuar ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 33 kandidatë. Lista me kandidatë është verifikuar sipas dispozitave ligjore të përcaktuara në paragrafin 1-2 të legit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara të planuara nga institucionet, rezulton se asnjë kandidat nuk vjen ndesh me ligjin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Lidhur me këtë, zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë listën e kandidatëve me 33 kandidatë të subjektit politik Srpska Lista. Faleminderit doktor. A ka ndonjë koment lidhur me këtë? Punëzë deputesh. Faleminderit kryesues. Për gjithë ato që janë sqaruar edhe më herët, unë, besoj që edhe kolegu im, jam kundër certifikimit listës sërbe bashkë me kandidatët e tjerë. Dikush diçka tjetër? Nëse jo, e hedh në votim kush është për. 1, 2, 3 kush është kundër. 2 abstenime. 6 abstenime. Atëherë refuzohet certifikimi i listës kandidatëve të Partisë Srpska Lista.